تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله تعالى do mësojmë një biografi për njërin të imamarëve të selefit, I cili është Muhammed ibn Aslam at-Tusi. Muhammed ibn Aslam at-Tusi rahimahullah. Thot Imam al-Dhahabi në Siyar A'lam an-Nubala se ka lindur për afërsisht në vitin 180 pas hijretit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Al-Hakim Abu Abdillah rahimahullah thot se ky njeri Muhammed ibn Aslam at-Tusi rahimahullah ka qenë për njerëzve ose nga njerëzit ose nga pasuesit e etherit. Ato kjo si lëvdat, ato me qenë pasues I etherit, është lëvdat, që mi pasu do më thonë argumentet, është për që më thonë pasimi, ndjekja e argumenteve. Dhe ky Muhammed ibn Aslam at-Tusi rahimahullah ka qenë do më thonë për atyre njerëzve që I kanë ndjekur argumentet, transmetimet. Muhammed ibn Rafi rahimahullah thot, unë e takova Muhammed ibn Aslam dhe nuk e kam krahasuar me askën për vetëm se me shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ato nga aspekti se ka qenë I zhytur në ibadet, në dije e kështu me radhë. Jo se ka qenë si ata. Se si ka thënë Ibn Abbas radiallahu anhuma, në momentin që vërtetohet se dikush është sahabi, edhe nëse ka qëndu për një moment me pejgamberin alayhi salatu wasalam, ajo është më mirë se sa ibadeti juaj gjatë gjithë jetës. Por kanë pas njerëz prej tabiinëve, do thonë që u kanë ngjajt sahabëve ridwanullahi alayhim në veprat e tyre, në e kështu me radhë, në ndjekjen e tyre, e jo se kanë pas vlerën si sahabët, as si jo. Ibn Khuzaima rahimahullah thot se na kanë transmetuar neve një njeri, do thonë, na ka transmetuar një hadith. Një njeri I tillë syt e mis kanë pa. Thonë njeri I tillë syt e mis kanë pa. Dhe pastaj ka përmend emrin e tij, ka thënë, ai ka qenë Muhammed ibn Aslam at-Tusi rahimahullah. Qabisa rahimahullah thot se Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu ka qenë njeriu që më së shumti I ngjante pejgamberit alayhi salatu wassalam në udhëzimin e tij dhe në moralin e tij. Domethënë Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Pas tij, më së shumti që I përngjante Abdullah ibn Mas'udit ka qenë Alqama. Alqama rahimahullah I përngjante më së shumti Abdullah ibn Mas'udit radiallahu anhu. Pastaj Ibrahim an-Nakhai rahimahullah I përngjante më së shumti Alqamas. Pastaj Mansuri rahimahullah I përngjante më së shumti Ibrahimit rahimahullah. Dhe Sufjan al-Thauri I përngjante më së shumti Mansurit. Dhe Waqi' ibn Jarrah rahimahullah I përngjante më së shumti Sufjan al-Thaurit. Këtu thot El-Hakim rahimahullah se Muhammed ibn Aslam do më thonë e zavenson këtu Waqi'. Do thonë ka pa El-Hakim se Muhammed ibn Aslam është më I përshtatshëm dhe më I mirë në këtë sinxhir, që ai ka përngjajt më së shumti do më thonë në Sufjani Mansurit, Mansuri Ibrahimit, Ibrahimi Alqamas, Alqama ibn Mas'udit dhe ibn Mas'udi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pse do të thonë ku qëndron ajo shkaku që me pas El-Hakim këtë mendim që më I përshtatshëm është këtu Muhammed ibn Aslam se sa Waqi' rahimahullah, ka thonë si shkaku I zuhdit që ka pas, zuhdin e tij dhe pasimi I tij të etherit. Pra për me, do thonë.
pasimi i tij do të thonë të etherit. Ishaq ibn Rahoja, që është njëri prej imamlarëve të sunetit, Ishaq ibn Rahoja ose Rahawej, thot, lem esma'a aliman mundu 50 sana kana ashaddu tamassukan bi athari an-nabi sallallahu alaihi wasallam min Muhammad ibn Aslam. Thot Ishaq ibn Rahoja ose Rahawej rahimahullah, s'kam dëgju dietar për 50 vite me radhë të jetë më i kapur pas transmetimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si do më thonë që ishte Muhammed ibn Aslam. S'kum pa, thot, s'kam dëgju të ketë dietar do thonë në mesin e dietarëve, në rangun e dietarëve, s'kum pa dietar për 50 vite që më së shumti ishte kapur ose më fuqimisht pas ethereve, pas transmetimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se sa do më thonë Muhammed ibn Aslam al-Tusi rahimahullah. Dhe thot Imam al-Dhahabi rahimahullah se Imam Ahmedi, Imamu Sunna, e ka pa librin e Muhammed ibn Aslam al-Tusi rahimahullah, e ka pa librin e tij Ar-Radd ala al-Jahmiyya. Më thonë, ky Muhammed ibn Aslam, si që do shohim në vim, ka qenë ose është dallu edhe për refuzimet e tij ndaj njerëzve të bidatit. Edhe thot Al-Dhahabi rahimahullah se Imamu Sunna Imam Ahmedi, kur e ka pa librin e tij Ar-Radd ala al-Jahmiyya, është mahnitur Imam Ahmedi nga argumentet dhe mënyrën e përpillimit që ka bërë këtë dietar Muhammed ibn Aslam al-Tusi rahimahullah. Do më thonë, nuk ka thënë këtu është i vogël, ose është i madh, ose është i ri, ose është kaq, ose si ka bo aq. Në bazë të librit që ka bërë, në bazë të veprës, në bazë të shkrimit e ka vlerësu. Nuk ka thënë jo për ta shoh sa vjet i ka, se mos të ndonjë fjalë madhe, pastaj është i vogël, jo. Edhe nëse i ka 30 vjet. Nuk ka qenë asnjëherë peshore mosha e njeriut. Nuk ka qenë peshore mosha e njeriut asnjëherë. Por veprat e tij, siç e shohim edhe këtu domethënë me Muhammed ibn Aslam al-Tusi rahimahullah. Muhammed ibn Qasim rahimahullah thot se e kam shoqëruar Muhammed ibn Qasim rahimahullah thot e kam shoqëruar Muhammed ibn Aslam më shumë se 20 vjet. Do thonë 20 vjet e tepër e kam shoqëruar. Asnjëherë nuk e kum pa me i fal nafilet para njerëzve ose në prani të njerëzve. Për vetëm se ditën e xumas, kur futesh në xhami. Dhe njëherë e dëgjova duke thënë: nëse do të kisha qenë në gjendje që unë t'i fal nafilet, edhe ato 2 melaçet që i kam për me mirëshkrujt veprat mos më shoh, e kisha bërë ato. Do nëse kisha pas mundësi edhe melaçet mos i shohin veprat e mia, e kisha bërë. Ama nuk është në fuqinë time, në kompetencën time. Pse? Khaufan min ar-riya. Duke pas frikë, domethënë nga syfaqësia. Duke pas frikë, domethënë nga syfaqësia. Edhe po ashtu nxënësi i tij Muhammed ibn Qasim rahimahumullah thot se kur hynte në shtëpi Muhammed ibn Aslam e mbyllte derën e tij dhe nuk dishim çka vepron. Një ditë prej ditëve doli djali i tij i vogël dhe filloi me fol, si fëmijë. Edhe ka thënë se baba është tuçaj mbrapa. Ai se ka pas për diçka. Atëherë kanë marrë vesh këta domethënë se çish po bën ai brenda. Do thonë pastaj ka dalë nëna e tij edhe ka çortu që mos me kallëzu. E ne kanë pyetur edhe ka thënë se ai kur futet në shtëpi e hap mushafin, librin e Allahut subhanahu wa taala dhe është vetëm tuçaj. Dhe kur do me dal jashtë, e lan fytyrën e tij që mos vrehen gjurmat e lotëve.
Do më thonë ata elvisat edhe ata prallagjitë, ata me zor të qajnë, edhe para kameras, do më thonë, me zor të bojnë vetë vetën të qajnë. Këta njerëz jo, edhe kur qajnë me sinceritet, nuk duan që njerëzit t'i shohin. Bile e fshehin një gjë e tillë. I largojnë gjurmët. Tash për Abu Sak el-Huwainin, ai Muhammed Hasanin aty i tregojnë se ka vdek Abu Saku, e ne ul kokën kështu, e ne lishon do zara do kështu, e ne njerëzit mendojnë se ky me njeru emocionu, e ka kap emocione domethënë. E çon kokën lart syt fata. Domethënë mos i mashtro muslimant. Mos u tall me muslimant. Ti se ke pa tjetër me çajt. Ka njerëz domethënë që doshta ma shpejt preket, dikush tjetër ma pak. Doshta emocionohet ma vonë, do një mësim tjetër kur i përkujtohet filani ose fisteku. Pse pa tjetër duhet kjo aktorizmi të bëhet? Pse pa tjetër? Shikoni si kanë qenë imamlarët. Dhe thot po ashtu nxënësi i tij Muhammed ibn Qasim se Muhammed ibn Aslam çdo ditë jepte sadaka, lëmosh, çdo ditë. Dhe i thoshte njeriu që dërgonte me këtë sadaka, dërgoje te filan vend ose te filan shtëpi dhe mos u kallzo, mos u trego kush u ka dërguar. Jo me kamerë, hajde ta incizojmë, hajde ta turprojmë. Është turprim. Ti do të thonë me hallin e atit hallëxhiut, po don konton tënde që e ke në Zvicër dhe Belgjik që të shtohet ajo. Edhe pasaj derthet e ti pak një lot aty pak, te me këse je prekur nga situata, kurse realiteti është që ajo kontoja që e kini në Otvila Mzea që edhe ku e kini, mbushet. Ky njeri do më thënë e qonë, edhe jo sadakan e njerëzve, sadakan e vete, që vete ka fitu me gjersën e ti, dhe kur e shpenzon, i thot ati tjetrit, mos i kallzo kush u ka dhënë. Mos u kallzo, s'ka nevojë. Edhe po ashtu tregon nxënësi i tij Ibn Qasim se padyshim se më shumë se 20 vjet e ka shoqëruar dhe ka pas shumë përjetime me të. Thot një ditë prej ditëve thot i blejta mill të bardhë. Kur e hapi, domethënë, i ndryshua ngjyra e fytyrës. I tha a e ke gabu ose çka ka ndodhur? Jo, ka thënë për ty është. Ai ka thënë, unë nuk e shoh vetën time para Allahut, se unë meritoj ta ha millin e bardhë. Se thot, unë e thot, kam udhëtuar shumë, dhe në shumë vende kam qenë, dhe nuk kam pa shpirt ose njeri më të keq se sa vetja ime. Ky thot, dhe vetja ime, jo të tjerit, jo tjetri ka fajnë, jo tjetri është kështu, unë jam i mirë, unë jam i pastër, ata duhet daj meje kështu, ata duhet ashtu. Ky thot, shikoni më thonë, njeri i badetçi, në maksimum, njeri i bujar, në maksimum, njeri i etherit, në maksimum. Edhe me gjitha do më thonë, thot s'kum pa njeri ma të kesh se vetja ime. Kjo është fjali Ibn Qayyimit rahimahullah. Realiteti takvallokut, që t'i shohish të tjerit sa në ma mirë se ti krejt. Edhe i tha, mere këtë millin edhe e pe sadaka. Unë nuk mendoj se kam vepra para Allahut që meritoj me hangër këtë mill. Do ma sjellësh ma të keqin që e gjen në treg. Edhe thotë Dhahabi rahimahullah, ka qenë i njohur Muhammed ibn Aslam at-Tusi rahimahullah për kritikat dhe refuzimet e tij ndaj murxhive, ndaj xehmive dhe të gjithë ata që kanë kundërshtuar rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe Ibn Khuzaima rahimahullah ka thënë, na ka transmetuar neve Rabbaniyu hadhi umma. Rabbani, thon Imamu Rabbani.
Thonë djetari i madh i këtij, ose djetari kolos i këtij ummeti, Muhammed ibn Aslam at-Tusi rahimahullah. Dhe Muhammed ibn Aslam transmeton prej Muqri se ai ka thënë al-Muqri rahimahullah, paralajmërimi kundër njerëzve të kotës nuk është gibet. Nuk është gibet. Me i refuzu, njerëzit të kotës. Edhe, thotë Dhahebi rahimahullah, se është vari i tij, është më njerë pranë varit të, vari Muhammed ibn Aslam, është më njerë afër, varit të Ishaq ibn Rahawej. është varosur afër varit të Ishaq ibn Rahawej rahimahullah. Dhe vdekja e tij, thotë Dhahebi rahimahullah, ka qenë në vitin 242 pas hijretit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.